Prizmus. Sigurisht që sot, ditën e hënë, Edi Rama do të sqaronte njerëzit për iniciativën për të ndryshuar kodin e procedurës penale. Shikoni, miq Prizmus, për ata që nuk e kanë kuptuar. Edi Rama dhe 84 votat cilat i ka, mund të ketë më tepër se 84 vota, nuk do dhe nuk i mjafton të ndryshojnë me kaq vota kushtetutën. Nuk do ta ndrojë kushtetutën. Do të ndrojnë diçka që është shumë e rëndësishme dhe që është kodi i procedurës penale, që është një rregullore që duhet ndjekur për të akuzuar dhe njëkohësisht për të zbatuar në një farë mënyre pastaj atë procedurë e cila duhet ndjekur për të akuzuarit ekselent. Dhe normalisht për të hequr një nga vështirësitë që edhe sipas meje është në kundërshtim real të pushteteve, që është pezullimi i një ministri, zëvendës kryeministri në detyrë. Normalisht që është një diçka jo e pranueshme në demokraci. Dhe ky kod i procedurës penale ka boshtrek në krahasim bie fjala me atë francezën dhe me italianën, që ti nuk mundesh kurse si të pezullosh një ministër. Këtë po ja them me bindje, nuk ka similitudine ose ngjashmëri bie fjala në kodet e procedurës penale, po të mbështetura në kushtetutë, që ti mundesh të prokuroria, një prokurori e rëndësishme franceze, jo e nivelit parë, por një prokurori e lartë, sigurisht qendrore, të pezullojë një ministër, sepse sigurisht edhe në këto vende ministri ka një mbrojtje politike, po kushtetuese, të barazdevshme me sigurisht me deputetin. Edhe pse hetimet janë të hapura, se dikur nuk kanë qenë as hetimet e hapura. Kushtetuta ka parashikuar që ti nuk mund ta hetosh. Tash të gjithë hetohen, problemi është se ti nuk i procedon dot, prandaj quhet edhe kodi i procedurës. Po e shpjegoj me fjalë popullore, jo me terma kaq shumë juridik, sepse edhe unë nuk kam dëshirë ta bëj, por nuk mund ta quaj veten ka specialist të pjesës juridike, të jurisprudencës. Por ama të gjithë duhet kuptojmë këtë. As në Francë, as në Itali, po marr dysheme, por as në Austri, as në Spanjë, as në Mbretërinë e Bashkuar, ti nuk mund ta pezullosh nga një akuzë prokurorie bazike dhe jo për më tepër bazike, por edhe pa vendim një ministër. Nuk mundesh ta bësh këtë punë dhe është e pamundur ta arrish edhe me kodin e procedurës penale. Po, mund të kërkosh, absolutisht mund të kërkosh procedimin penal, mund të kërkosh arrestimin, mund të kërkosh shumë elemente të tjerë, sikundër edhe ka të drejtë prokuroria e jon, po jo ti thuash je i pezulluar, nuk mund të pezullosh sepse ke hyrë në mënyrë të qartë dhe të pastër në kompetencat e një pushteti tjetër që është pushteti ekzekutiv. Pse e bën këtë? Ja po e them që i kanë dhënë një armë, një argument të shkëlqyer Edi Ramës. Sepse kur thua pezulloj, do me thonë po futesh në kompetencën e tjetrit. Mund ta interpretosh tillë, ke futur edhe gjykatën kushtetuese që ishte me 8 veta, që e morën të gjithë si problem, por nuk vendosur, u ndan për ta zgjidhur, u ndan 4-4, prandaj nuk e zgjidhen, por ama si problem e kishin gjithë. E qartësuan që e kemi problem, domethënë nuk ishin dakord që të ekzistojë ky problem. Dhe këtë tash dash ta besojmë ne, dash mos ta besojmë ne. Kjo nuk ka lidhje me politikën, ka lidhje me drejtësinë. Nuk diskutohet tu sa ndershme është dhe sa e pandershme është Belinda Balluku. Këtë nuk e diskutojmë ne, nuk e kemi ne të drejtë ta diskutojmë. Ne vetëm përvijojmë mendimet e të thënë populizmit këtu që thonë varreni, vriteni, vidheni, grabiteni, pushkatojeni, edhe ose tjetër shikojeni më herë çfarë ka bërë dhe ktheheni para popullit nëse ka vjedh, ose tjetër është e pafajshme, mos e këto janë populizma. Ideja është një procedurë të kodit penal dhe lishmërie. Mund t'i futesh apo mund mos t'i futesh në kompetenca kryeministit. Këtu është jo sa e fajshme ose sa e pafajshme. Këtë e përdor politika. Kësaj leverdis
Në këtë moment i Liverdis Sali Berisha thot, harron që është për vete në mënyrë të tillë, domethënë i pandehur është Sali Berisha, i pandehur është edhe Belinda Balluku, ai e din vetëm për të ndershme, kjo është e pandershme. Hajn kjo. Ai bile edhe vrasës, kjo nuk është vrasëse, edhe këtu tash i bëjnë dallimin, domethënë ky është i ndershëm ky, e kupton se ky ka vrarë njerëz. Në bulevard ka hedhur edhe ner, një 26 vjet. Është i akuzuar edhe për Kosta Trebickën bëj fjalë se ja ka hapur kokën dhe fajet i ka Belinda Balluku. Belinda Balluku s'ka asnjë dallim të madh përveç se nuk është vrasë nga Sali Berisha. Pra nuk shtrohet problemi i Belinda Ballukut, shtrohet problemi i procedurës të akuzuarit në një mënyrë politike pezullim. Domethënë, Spaku në këtë rast me ata dy prokurorë ka dashur të futet në politikë. Do që të vendosja ai mbi qeverinë. Mirë, po nuk mund vendosin qeverinë Spaku, se Spaku nuk e ka zgjedhur populli. Nuk është zgjedhja e popullit, zgjedhja e politikës. Vjen keq që e themi këtë punë, por edhe Spaku është produkt politik. Është produkt i Sali Berishës edhe i Edi Ramës. Është produkt i Partisë Demokratike dhe i Partisë Socialiste. Sigurisht shumë më tepër i Partisë Socialiste, sesa i Partisë Demokratike. Kundërshtarët e vërtet të Spakut nuk janë ke Partia Socialiste, janë ke Partia Demokratike, por problemi është se Spaku në themelin e tij është i Partisë Demokratike. Do që të bëj politik. Dhe në momentin që do politik pezullon, aty pastaj fillon edhe procedura dhe kushti për të dalë jashtë politikës, i jep argument Edi Ramës, i cili do ta zgjidhë tash se ka vota. Ndërhyrja e Sali Berishës. Sali Berisha shkon goja lëng, sepse ai nuk mund të ketë kur 83, 84 vota. S'ka për të pasur më gjithë jetën sepse është 83 vjeç. Do të shkojë 84, 85 dhe do të bëhet edhe më i marrë se ç'është. Ai sigurisht do të kishte bërë po të njëjtën gjë, nuk do kishte lejuar kurrë që të pezullohet një ministër, cili do qoftë ai, sado i akuzuar qoftë. Nuk mund të pezullohet sepse është ai kryeministri, ai ka mandatin për ta pezulluar dhe për më tepër pastaj që nuk i ka vota, s'ka për t'i pas kur, por e bën këtë se do të fitoj pikë. Do të fitoj pikë duke thënë që kjo është edhe kundra lishme për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka një shtet në 27-28 shtete që mund t'i pezullosh ministrin. Një shteti vetëm. Nuk mundet një prokurori bazike që ti thot filan ministër dhe kryeministër dhe ku diun çfarë jeti që ti je i pezulluar, sepse unë t'akuzoj ty. Mund të kërkoj arrestimin e tij, po ja ta pezulloj. Për ta pezulluar nuk është detyra e një prokurorie. Prokuroria nuk është ekzekutiv. Prokuroria është në ndihmë të ekzekutivit, por kur një ekzekutiv. Edhe gjyqësori është në ndihmë, por është një pushtet tjetër, nuk pezullon dot. Në këtë pikë, socialistat sigurisht nuk kanë për të futur vetëm anëtarët e qeverisë, por kanë për të futur edhe presidentin e Republikës, mund të fusin edhe avokatin e popullit, mund të fusin edhe disa titullar të bjefjala organeve kushtetuese, që sa herë ti teket prokurorisë, për shembull, ti pezulloj. Dhe një prokuror aty ka inat me presidentin e Republikës, do të kanë pezulluar ty. Këto janë marzira, këto tash i le të thotë kushdo nga gjithë farë majmunash që ekzistojnë këtu në Facebookut, dhe thotë është e drejta prokurorisë. Ka asnjë të drejtë prokuroria me pezulloj asnjë që është vullnet i popullit dhe që del nga populli. Le të jenë të këqij sa të duan, le të jenë hajdut sa të duan, nuk mund ta pezulloj sepse është vullnet i popullit. Mund të kërkoj arrestimin e tyre, burgosjen e tyre, po jo pezullimin e tyre. Kur thua pezullim, domethënë futesh në politikë. Nuk ka kënaqësi Sali Berisha. Sali Berisha i ka ardhur të merr që ka numrat Edi Rama. Dhe thotë i ketë vjedhur ato numra, po të njëjtën punë do kishte bërë edhe Sali Berisha. 100% i sigurt, nuk kishte lejuar kurrë që të çosh një prokuror aty e ti thoshte ministrit vetë ti je i pezulluar. S'do kishte lejuar asnjëherë. Si ka pas kurrë ato numra, po ti kishte kështu do kishte vepruar. Absolutisht me të njëjtën logjik edhe me të njëjtën mënyrë sepse është e padrejtë. Është krejtësisht e padrejtë. Totalisht e padrejtë, dhe nuk mund të ekzistojë më se e padrejtë se kaq. Ta çojnë ku të duan, ta çojnë në gjithë botën e jurisprudencës, ta çojnë në gjithë akademitë e botës, në Komisionin e Venecias e ku të duan, në gjykatën kushtetuese. U bllokuan në gjykatën kushtetuese, s'morën dot vendim. Megjithatë gjithë problemin e çuan. Po i njëjti problemi ishte nga katërshin që thotë jo dhe katërshin që thoshte po. I njëjti problem është e pamundur të pezullosh. Ja dhanë argumentin politik sepse prokuroria do të kthehet në politik. Prokurorët aty që marrin përsipër të bëjnë politikë, të vendosin qeverinë ata, të vendosin kë duan ata ministër, ose kë duan ata president, ose kë duan ata prokuror, ose kë duan ata, të vendosin ata se si bëhet politika në Shqipëri.
Ata nuk mund të vendosin se kush bëhet politika shqip. Ata duhet gjejnë paret, gjejnë hajnat, t'i akuzojnë, t'i arrestojnë në mundqin, po jo të pezullojnë. Nuk është detyra e tyre të pezullojnë. Puna e tyre është të ndalojnë krimin, të arrestojnë atë që është hajnë. Nëse Belinda Balluku është hajne, duhet arrestuar, jo pezulluar. T'ju mbushet mendja një herë për gjithmonë idiotëve, katunarëve folklorik, politik në prokurorinë e Spakut, prokurorinë e përgjithshme, kudo që t'jenë. Nuk mund të pezullojnë. Thjesht duhet arrestojnë kur vërtetojnë që janë hajna. Jo të vendosin ata se kush ka për të qenë ministër. Nuk është detyra e tyre. Jashtë kësaj detyre. Prokuroria nuk vendos politikisht. Detyra për të bërë qeverinë është vullnet politik i zgjedhësve. Nuk është i prokurorisë të përgjithshme, nuk është i prokurorisë Spakut, nuk është asnjë lloj prokurorie në botë e gjykate në botë. S'ka punë, gjykata të nxjerrë hundët jashtë për kësaj pune. Ai është vullnet politik. Nuk mund të jetë vullnet i prokurorive. Nuk kemi shtetin e prokurorisë, kemi shtetin e një parlamenti demokratik aq sa është. Të korruptuam, par korruptuam, një ky popull i ka zgjedhur, nuk i ka zgjedhur një popull tjetër, se erdhën nga Marsi. Dakord, miqtë mi, se desha t'ju them.